Vitin e kaluar në këtë kohë, numri komenteve në adresë të tij ishte enorm. Por, edhe pse nuk është më në rolin e opinionistit të BB-VIP, Mlaimi mbetet sërish në radar. Të gjitha i thot sonte në koment për koment. Kam momente trona që më thojnë për shembull të Serbia nonën ose kjo aty. E unë veç ja kthej i tham nonën time ma ka vro Serbia, po nonën tone edhe ta kanë edhe mujnë halo me se ki gjallë edhe Serbia edhe Shqiptaria dhe krejt. Edhe gjithmonë e tham edhe ja tham në koment shumë shkurt disave. Ai që mu ma shon nonën, le të shkon le ta rrej nonën e vet, kam gjibëllve, e le ta detyron mja tregu babën e vërtet, ati duhet mi dol baba dikun në Beograd ose në Kraljev. Nuk mundesh ti me ma shon nonën time, ose familjen time pa të bone kur gjatë ty. Qësën të sulmoj ty familjen, qësën e të fyj, ashtë tjetër ma vetë. Qësën e tham mendimin tim për fenomenet politike, për fenomenet sociale, për gjendjen reale që ndodhë në gjithë kombin shqiptar, ashtë mendimi jam, pa pretendu që unë e kam drejt. Mund të kem krejt gabim, po ma mira me më thot dikush, unë nuk mendoj si ti, nuk pajtuem me ty se so me ma shononën. Po realisht janë shumë pak raste kur i lexoj komentet. Mas pori në Facebookun tim nuk mundet me komentu kërkush. Facebookun tim komentojnë vetëm 5.000 shokët une që i kam. Por ata që shojnë edhe kundërshtarët e mi politik, unë i blokaj. Për shembull, nëse dikush ja shon nonën Albin Kurtit, familjen unë e blokaj. Edhe pse për mu, do me thonë, Albin Kurti është politikoni më i paftyr e më i poshtër 150 vjet e fundit. Po i mungon bigut në prime me analiza. Shiko, të ne për fatin e keq, as në begas, as kënd tjetër, vlera është antivlerë. Të ne frigën më të madhe që e kanë njerëzit e emisioneve të ndryshme, qoftë në politikë atje, është truni i njeriut. Këtu nuk shikohet e mira e një emisionit. Për shembull, nesër mund të startoj një emision, edhe mund të ftoj në emisionin tim njerëz cilët në mënyrë absolute nuk i du jetën private. Po ai është vlerë për emisionin tim edhe për publikun. Kështu që në rastin konkret ka qenë përzgjedhja e produksionit, edhe pse unë jam habit edhe jam shoku, problemi jam më i madh ishte me Olta Gixharin se ishte femën. Edhe para se me fillu emisionit ta thash një diçka që ne jemi eduku që njeriu ligësinë më të madhe e ban në jetë me tregu trimni me fëmijë edhe me femra. Po të kishte qenë Olta Gixhari mashkull, ish bo skandali më i madh në emisionin e kalum brenda për brenda bigut. Sepse aja imagjinohem më ka kërcnu në prezencën e produksionit, më ka thonë që unë ta ndaloj Morinën, që Morinën mus ma ka ndalu Serbia, jo Olta Gixhari. Por edhe kam dosht me lëshu bigun, me lutjet e tyne, të lutem, Milaim, të lutem, kam qëndru në beg, po në s'kam komuniku kur, nuk kam full me Olta Gixharin, ti ke qenë pjesë e bigut, ti e di që s'kam ardhë kur, në dhomë lartë, kam nej me stafin teknik, e tjera. Por, kjo është përzgjedhja tyne. Milaimi e din kush ka me bo qeverin e ardhshme, po dokumentat i ka në Suedi, po shkërun jami. Unë me njeri si kë, muj me thull veç për seks. Pornografia është talja më e madhe e imja që e baj me pjesën dërmuset hajvanatit shqiptar. Mi kallëzu këti Lopes ose këti kavt bikut Spanjës, për qeveri, kur ka mu bo qeveria, në krejt analizat e mija që i kam bon Top Channel, tana televizionet, ku më thonë që nuk do të kemi qeveri. Kur jenë mojtë zgjedhjet, kam thonë nuk do të kemi qeveri, edhe s'patem qeveri. Qashtu dul. Edhe qashtu dul.
Po tash ky lopa a di ban ha, me thotë që mbas pandemisë janë në rihop pufat në për Evropë, kjo është mirë me shku atje te peshkirat edhe mu shprim pak se ka djali ka probleme seksuale ose vajza nuk e di çfarë janë. Eda duhet një medalje që të doran ty. Kishin pas pyet njëri në Drenic në tregimet e Anton Qetës, që ka bon proza popullore Drenicës, i thojnë poshtë mollin zot çush po tërreq kjo gru. Edhe ky Drenicoki ja kthen thot me pas hongër ti çka po han kjo, thot edhe tim kishe nejt. Kështu që ligja më e mirë për këtë punë. Më duket ju ka kthy mendja e pyhave edhe ty mrapsht. Totalisht pyetje pa kuptim. Është një koment që me gjasti reflektohet renditjes së pyhave që kanë shqiptarë, që kanë të huj. Ky shiko Milaimi në këtë rast. Milaimi ka gjithmonë deri të vdes, çush e kum thonë që për mua pyhi numër 1 është puna, pyhi numër 2 është paraja, pyhi numër 3 është çajsani që ky ka fort marak, edhe që truni përpos atij pyet numër 3, as mrapsht, as por, as mropa këti si punon tjetër sen. Ta boni 8-2 Ulta Gixhari, ajo apet te mo ju. Është shumë e vërtet, s'kam koment ç'ashtu është, edhe e kishin pas vetë Mollazek Byrdynën, një njeri shumë të meqëm të Radovcit Pejes, i cili ka qenë i burgusur politik në Goliatok, vjen një të po me një farë ljope ato dhe i thot Mollazek, a pishetot njerëzit, çfarë budall shpëtojnë që njeriu ka zbrit në hanë. Edhe ky thot jo bre birë, nuk ka e mundur. Quen ata vjen një intelektual tjetër, i thot Mollazek, thot kam një pyetje, urdhëro bre birë. A pishetot ku arriti shkenca, zhvillimi teknologjik, mendja njeriu thot me pushtu edhe hanën. Ky thot çka mendon ti? Po bre birë, thot është shumë e vërtet. Njoni thot, qysh e tha ati e pa vërtet, këti e vërtet. E peti atë lopën, tha që ai, tha që nuk ashte mundur me shku në hanë. Kështu që çfarë do përgjigje tjetër do ishte e kur. Ky thot ta boni 8-2 Ulta Gixhari, e pi tham ç'ashtu është, bravo të kur. Më ke pas lodh të i mbrojt Drenicakt në beg. Shiko. U komentu shumë kjo pjesë që kom pak lokales. Po, ai, kur njëtën time, nas një prononcim timin, nuk e tham jam i Drenicës. Në gjdo prononcim timin, e tham jam i Abrins. Por mos i ky po e lyp, e tha i modhi generali Veslik Larg. Kur shkova me bisedu me Miloševićin, a i më tha hajtë se ne javë thejmë kurrizin atyne, qysh javë kemi thynë 27-ën. E kish fjallën për Drenicakt. E këti gjos gjallë dhe mi kalzuj diqka. Që lufta e Drenicës në kry me Shaban Polluzhen, janë dikun 12.000 shqiptarë Drenicës dëvram 26-27 në Drenicë. Gjyshja ime, e cila vjen nga fshati ytë, nga Likovci, më thot që kur i kena nxerr kufomat nga lumi në Skenderaj, lumi Klina, edhe në Drenas, i kishin marrë, tha, javë kishin prej kokën njerëzve, javë kishin fut qeset me pare, ju kishin bon në për trup gjepa, i kanë torturu në mënyrën ma të rëndë Drenicakt. Dhe, po të mos ishte Adem Jashari, se bepi Adem Jasharit, familja Jashari, edhe u që këja, kur njët edhe 2000 vjet nuk kish intervenu në ato. E kam thonë edhe e thamë, mos me konë Drenica, zemra e shqiptaris. Na mbase kishëm folë sërbesht. Jo që jam lokalist, njërë absolute, por kjo e vërtet historike. Në krejt kongë, si të dhezën kongë, ranga danga, ndash popullore, ndash folklorike, prej fillimi e den varim e ke historinë e Drenicës brenda. Fillu me Azem Galicën, ty fillu me Hasan Prishtinën, ty fillu me Shot Galicën. Do me thonë, krejt kjo historia e vërtet. Prandaj, ai, vetëm që menon,
kundër Drenicës edhe kundër Amerikës, ai prap duhet me kontrollu gjenet se çfarë gjenesh ka. Po kujna po ta mjamojt ato në Big Brother anën e Drenicës? Pas kujt. Në mënyrë absolute e kam mbështet mënyrën ma brillante Saren. A ka qenë kështu? Kam thonë vajza ma e edukume. Edhe kam thonë në analizën time prej fillimit të mbarim që Sara kur nuk do t'jetë bashkë me Drilonin. Pse? Se Driloni për te që është një djallë fantastik, një djallë tepër i mirë, halo e ko mentalitetin me vetë nonën edhe babën kanë me morë grupë. E Sara nuk ban pjesë në atë grupë. Lela, një femën fenomenale, po këmë thonë Lela dhe Leo kur s'mujnë me ko bashkë. Edhe koha më dha drejt. Qysh këmë thonë për Luizin edhe Kiaren, që Kiara është krejt personalitet tjetër, krejt kategori tjetër, Luizi është krejt kategori tjetër dhe në analizat e mia ja kom qëllu se kërkush atu s'm ka pagu as me lavdru dikan, as me përqesh dikan. Kam full për karakteret e tjerë. Kështu që ka që kisha për këton për punën e Drenicakve në Bek. Sa ma shumë të fol një keq ju kundër Albinit, qaq ma shumë e rritëni. Është një koment që po besoj më shpesh. Unë njëtën time kam dëshirë dhe ndër me rrit në sen tjetër. Po për Albinin as nuk hanë mu rrit, as mu zvoglu. E kam thonë edhe po e thamë, duhet me kom ma lop se lopa, me thonë Albin baba Albinit. Amo këta që se kanë ditë kanë babë, kanë pos veç nona, jam tepër i lumtur që kanë gjetë babën. Humori ma i shkelqyshëm që e kam dëgju këto kohëve të fundit, që dëgjoj me shumë pasion, me shumë ëndje, është kur po thot edhe baba jam është shpion i Serbisë se nuk ma ka dhon votën. Do të thonë këta humoristat që janë me Albin Kurtin. Merre hiqe babën pej fotografisë që të Albinin, zotit alosht Albinin së dënimi vjetë, pse mu më harnë për Albinin a për naj politikan tjetë. Ku nuk të morën edhe ty në qatë rrugë me shehullin. Mu as nuk mujnë me marë, as më kanë marë, gjo lidhje as me shehullin, as me shehulla nuk kam për pos me familjen tam. Atë ditë që e kanë arrestu shehullin, cilën e kena pos në krejt studio televizive, për dallim për disa javëve që po të një s'kum nej me shehullin e s'kum dit, prej fillimet të në barim, e kum dit që shehulli ka punu nudbë. Tonë e kanë dit. Shehullit ju kanë frigu, vetëm ata për cilët shehulli ka dit shumë. Ja u ka lexu dosjet, unë nuk ju frigu në atë bashav. As ata të mlut, as këta që kanë qenë publik. Arrestimi shehullit me skenarin e Ministrit Punëve të Brendshme është bom me qëllim të komprimitimit tam. Kanë mujt me arrestu shehullin kur u dal pej banese, tu hinë kërë, kur ka orë të Hotel Prishtina, tu dal prej Hotel Prishtinës, unë jem kohë të i prit 2 këngëtarë të Shqipërisë për me pi kafe. Kur farë probleme nuk kam pse e kanë arrestu. Po me më arrestu mu me shehullin, le të më arrestojnë kur të dojnë në qoftë se e kanë më të voglin argument. Thamë edhe diçka, me pas më të voglin argument, me pas mujt mu me ma gjithë më të voglin lidhje edhe në ajrë me Serbin, njeriut të parë që Albin Kurti ja kishë zbulu këto lidhje, jom ka une. Pse e ka arrestu kë shehullin, ka me të regu procesi gjyqësor. Më vjen shumë keq se s'po ka byth kërkush me thonë të vërtetën. Albin Kurti e ka përzi në arrestimin e shehullit institucionin që duhet ishte ma kredibili, AQI-n. Pse? Vetëm për ta shkatru AQI-n edhe për ta shkatru Hashim Thaçin në procesin gjyqësor që po mbohet në Hag, sepse dihet mas pari ja qiti dokumentin Albin Kurti
që Fatmir Shehulli i ka morë 640.000 euro nga AKY-ja, tash nuk pedim na au kon shpion i bie serbe, au kon shpion i AKY-s. Na nuk pedim a ka morë, a ka dhon. Mu për vete, Fatmir Shehulli më ka dhon përgjime për Nenad Drashiqen. Qoftë se ato përgjime i ka morë raj nga bia serbe, është problemi i Fatmir Shehullit, është problemi jam. A i kom publiku në po, a publikoj prap gjona që unë konsideroj janë të rëndësishme për opinionin, sigurisht po. Vetëm Miloševiqi i pari, ka thonë ka shqiptar të ndershëm dhe të pandershëm, dhe mas Miloševiqit është Albin Kurti, i cili thot ka serb të ndershëm edhe ka serb të pandershëm. Rashiqi, Nenad Rashiqi, të ka serbi mirë për Albin Kurtin, a i tjetëri serbi keq. Këta kanë probleme sepse këta kanë komuniku shefja grupit parlamentar, Mimoza Kusari ka dalë në përgjime që ka komuniku me shefin e vetë me Radojqiqin. Jonë bo bashk me listën serbe, kanë votu kundër veteranve. Shiko, nuk është kur farë problemi në Kosovë me thoje ko me Shehullin, jish shpion i Serbis. Në Kosovë është problem i madh, shumë i madh, me thoje ko ushtari u qëkës. Tash e kam një koment, mos u merr me Adriana Matushin se nuk është nivel i joti. Unë mendoj që Adriana Matushi është një aktore e shkëlqyshme, një personalitet i artit edhe i kulturës, po është totalisht një lop e gjallë në politikë. Unë jo morë veç me këtë pjesën ku kjo është lop. Do me thonë, rrin, vam baglan. Elshën ka i bagel, nuk di që ka thot, hanë mot, pa lidhje, fyn, edhe mbi bazën e kësoj, sar hanë mot, unë ja kthej, i thyn njerëzit e luftës, sa me lushtakun të mundesh me urrejt politikisht, qka të dush me thonë, pa jashtë heroj luftës. Hashim Thoqin, qka dush thuj për Hashim Thoqin në bas lufte, po Hashim Thoqin është pjesë e historisë më të ndritur të kombit shqiptar. Qka ki në faqe, mos pas ka sjell dikush boks. Është një koment të paraqitja jote fundit në Top Channel. Po. Në faqe kam jëm konë në natë striptiz bar edhe më ka kafshu njona. Kështu po hera por për zbuloj, nuk e ka dita zgruja, po qështu është e vërteta. Me pas ngu Milaimin dison Kosët nuk ishin konë ku janë, kjo është mos e vërtet. E unë po e di ku e ka komentin, e ka të Hashim Thoqi, të Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Kur o bot gjykata speciale, fill në vetë mbrapa e kum qitë listën kush da arrestohet, gabimin më të madh njët politik që e kanë bon Hashim Thoqi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Ramush Haradini, Fatmir Lima është se ju kanë dhënë hapësirë njerëzve të udbes, njerëzve të regjimit Miloševiqit, si që është qifti i Tom Gashit, gazetarve që në kom me dokumenta pjesë e Miloševiqit, e Stanishqit, e Serbis, mos me na akuzu neve krahun e luftës se ne jemi hakmars. Ky ka qenë gabimi ma fatal politik. I kanë eliminu shokët e vetë, kanë thë aqë se pe marë që të ofër, veç mos të menojnë këta që na jemi hakmars. Për këte, aludimi është që tje dhe ka shumë drejt. Me gjithate, plot njerëz më tojnë, pa diti qa ke full për Hashimin, qka kum full dje për Hashimin, flasë dhe sot edhe nesër. Kam thonë dhe thamë, Hashim Thoqi me gjithë të tjertë, për mu janë herot luftës. Jem ko pjesë të tyne prej të 79-ës deri sot. Kam full për gabimet e tyne që kanë bo mas luftës. Kam full për keq përdorimet në menaxhimin e shtetit Kosovës. Por ata pas kanë kënë lull e dritë në krahasim me regjimin e
Albin Kurtit. Une freguem shumë që gjykata për me e fshin poshtërsinë e vetë, prokuroria në këtë rast më falni, jo gjykata, që çdo akuzë e ka bon mbi bazën e fakteve, të provave, të kurdisura nga bija serbe, edhe nga disa agent të bijes serbe në Kosovë, në kryme një farë fajkimerin, për fat keq shok i klasës Tashim Thaqit, i cili jeton në Bruxelles, e që ka qenë njeriu kryesor, shtylla kryesore e bijes serbe për trajnimin e mbi 40 dëshmitarëve të rrajshëm kundër aty në Hag. Unë guxoj me thonë që Hashim Thaqin mund ta denojnë për pengim të drejtësisë. Ky procesi dytë që do të mbahet, ku përfshihet edhe Hayreddin Kuqi, edhe Bashkim Smaka, i cili nuk di ti e djalli i Riyadin që Bashkim Smaka është i Abris, apo se ke dit. Edhe do thot këta do ta denojnë Hashim Thaqin për pengim të drejtësisë, gjas me ky edhe në burge pas ka pengu drejtësinë, qysh e denun në Haxhi Shalin e të tjerë, edhe në fund me dalë me thonë, valla na e banëm të pa mundurën, por Hashimi na blokoj edhe na pengoj. Po mos e fleq gojen ma, se i ke bon do vjetë, faleminderit shumë për këshill, kur këshill ma gjenitale s'ko marrë, edhe tash imagjino, do të me konë i stër lumtur kur tjetri kujdeset për gojen time, jo për gojen e vetë. Milajm kthehu me një emision në Kosovë se të ka hije, besoj që pas angazhimit tim në Top Channel këto 3 vitet e fundit, edhe pas dëbimit tim, pas largimit tim nga Radio Televizioni i Kosovës, nga regjimi i Albin Kurtit, unë do rikthehem në televizion të fuqishëm të Kosovës në muin janar, me një emision shumë interesant. Me politika pa politikë. Edhe, brenda humorit do të kemi edhe politik, po ma tepër do të trajtojmë temat sociale. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe po të presim janar me risi edhe në ekran më në fund Kosovë, sepse s'ke mungu për shkak të Top Channelit, po prapë në Kosovë besoj një tjetër energji edhe më shpesh edhe me një format interesant. Gjatë dhe unë për ty kam një urim që s'ta ka bo kur kërkosh, të punoft shëndeti dhe haleti. Faleminderit, shumë pas koment për koment.